Gati tani për recetën e qumështorit tradicional, do t'ju tregoj fillimisht listën me përbërësit e tij dhe gatuajmë hap pas hapi. Na ndiqni për çdo proces pune për qumështorin. Dihet që pjesa e rëndësishme është qumshi, nga e ka marrë dhe emrin. Një qumësh i freskët akoma dhe më i mirë për këtë recetë. Vezët? Të shohim, po patjetër dhe vezët. Vezët janë kryesorët. Ti duhen 5 të tilla. 5 ovital sa, 5 kokra vez ovital, 5 lugë gjelle sheqer, 50 gram gjalp, 1 maj luge krip, 3 lugë gjelle miell dhe 1 litër qumësht. Tani e gatuajmë recetën, qumështorin tradicional pa petë, sepse është edhe rasti, varianti tjetër i përgatitjes me petë. Tani Të cilën e kemi sjellë ne më përpara. I kam. Këtu, vendos. Ja, ndryshojmë që këto gjërat e lëmë këtu se do më duhet. Është dhe bukur kjo e kuqe, prit ta lëm që këna duket bukur. Patjetër. Shtoj. Vazhdoj me gjalpin. Gjalpin. E para gjë. Marr vezët. Njëra pas tjetrës kemi marrë 5 vezë nga të kuqet e ovital, duke qenë se edhe për masat edhe llojet vinë të ndryshme në varësi të shpendëve, të pulave. Dhe i shpërbëjmë gradualisht. Lëvozhgat hap pas hapi edhe i mbledhim ndonjëherë harrojmë për jeshtë të vërtetës, por ja do t'i mbajmë tani. E në vazhdim për lulet bimët tona, duke i bërë ato plur, duke i tharë dhe duke i përdorur pse jo gjendet vendi përdorimit të tyre. Pra, i shpërbëjmë fillimisht. Opa! Gjyshe, kam gjalpin, vezët, edhe the shumë bukur, vital sa hajde, si metalar, si skorpion. Vital sa hajde, metalar sa. Ma i shumë bukur, do ta huazoj këtë gjë. Edhe me faqet e mia. Atere, kam qumshtin. Te, opa, gjalpin. E shtoj direkt. Pasi shkrin gjalpi, shtojmë qumshtin. Nuk kërkoj që të zjej qumshtin, thjesht të ngrohet. Do të shtoj me radhë. Opa, iku. Përse e kalova në sit? Sepse kërkon që të jetë shumë fin mielli. E dim që mielli është fin, por duhet akoma dhe më finit e këmbëlsira. Do të shtoj të dy llojet që nisë shten. Edhe nisë shten e kaloj, ë? Opja. Derisa asgjë nuk mbetet. Ele këtu. Do të shtoj edhe një mas kripe, sikur se kam dhe masën e sheqerit. Me të gjitha mbarova punë, edhe nuk i dua. Pra që ta fiksojmë t'i mbajmë mend, tek gjalpi shtuam qumshtin. E lëm aty, shtuam edhe sheqerin që të tretet. Tek tasi tjetër vezët edhe mielin e situr, dhe tani vazhdojmë me procesin e dytë. Opa, e kaloj të gjithë në masën këtu. Dhe procesi është shumë i rëndësishëm tek trazimi tani. Do të fokuzohemi tek trazimi nga dal, që të mos kokrizohet mielli dhe të marrim një masë velvet. Sepse i dhash? Një masë kremoze, velvet, delikate. I dhash aerosjen. Dhe normalisht, ku nuk është edhe i nxehtë qumshti, është më pak e rrezikshme, po. Por dhe nëse kokrizohet, normalisht është dhe një mënyrë e dytë. Prandaj, edhe Teto Albana është këtu për të treguar. Supozojmë se kemi kokrizim. E lë shumë pak të më nxehet. Shumë pak e lë të nxehet. Pra nëse na kokrizohet. Niki mbajti lutem këtu? Ose me një lugë, për shembull. Ose kur e duam të përftohet tamam, një masë shumë. Ose mbajmë një lugë, i që do të lutem pak se është edhe arë me ftohtë. E mbajmë të tillë, po kjo është e madhe, edhe qëndron vetë. Po ja, se zë fikën në këtë. Largojmë një fikën larg se është... Ajo masa nuk është nxehtë, kështu që... Kujdes.
Pra, një truk se si duhet të këto kullohet masa. pa tjetër kjo masë. E largoj dhe këtë gjë. Zojmë çfarë mbetet këtu sipër e largojmë dhe vazhdon procesi tani në sobë. Fik nxehtësinë e ul nxehtësinë. E lë shumë pak, me nxehtësi të ulur. Ju po të përfitojmë edhe doni, kohë, ju se- po të doni për shembull, jo se nuk kërkon proces termik fare. Ju po të doni, mund të shtoni këto petat për shembull. Në të kundër të shoni direkt në tavë. Por unë do t'i shtoj. Pse? Sepse më dhimbset djersa ime. Ja, të tilla. Të holla, do t'i spërdredhim pastaj aty tek tenxherja. Doni apo nuk doni? Nëse ju nuk doni, Ti pyesim anvisat. ka se edhe mënyrë tjetër na japin që përgjigjen unë t'i sot. vendos. E lëna tradicionalen. Bëj një mënyrë tjetër këtu. Se ne kemi papet, kështu që edhe titullin e Atere. recetës. Nuk më emrin. duhet as sita, as gjë. E marr, yndyrën e ka vet dhe e shtoj direkt. Opa. Dhe ne do të presim një mpiksje tani të kësaj mase të lëngësht. Aromën e ka, sheqerin e ka, gjithë kombinimet e recetës janë Me aty. shumë dashuri e vendos në furrë të parangrohur, por tek ne është një problem, sepse fura ka një nxehtësi tjetër te byreku. Po. Pra është më e lartë niveli Kështu që ne do nxehtësisë. presim që Dhe të mua napi më duhet gjithë të jetë më e ulët, duhet të jetë diku te 180 që të bëhet avash. Jo sa të bëhet legu dash, po pak se Po. dash i ku për festat tash. E lë më një anë. Mirë, derisa të priqet byreku, sepse edhe pak do, petët ishin njëra pas tjetrës dhe të holla janë, kështu që nuk na vonon shumë byreku, tash nuk duket gjë se piqet, po do ta tregojmë pasi të kthehemi Po. nga reklamat. Janë dhe disa minuta reklama, na ndiqni, ju presim, ja dhe një pamje nga sipër e byrekut, ju presim për të gatuar pastaj recetën e tretë. Po, kungulleshka të skuqura në brum. Do Është bëjmë atë recetë brumin e dua, veçantë me ai erza. qulli, që duhet patjetër, nëse ju do vazhdoni me mua njëkohësisht, merrni 2 kunguj, merrni ujë të gazuar, miell, vezë dhe hajde të punojmë bashkë. Bashkë, me njerë pas pak minutash ju presim.